mos të harrojmë, shitja e narkotikëve bëhet me qëllim përfitimi pasuror. Dhe kur ti shqipton një dënim me 6 muaj burg dhe ja zaventon me gjobë, madje një recidivisti, me një gjobë 1.500-2.000 euro, kjo është mund ta quajmë ndoshta edhe inkurajim për të vazhduar tutje, jo vetëm ai, por edhe të tjerët. Prandaj ne parashtrojmë ankesa, prandaj edhe nëse nuk na aprovojnë ato ankesa, sërish do t'i kenë ankesat tona gjykata e apelit, sepse ne nuk pajtohemi me këtë politikë ndëshkimore. Këto veprime asesi nuk na dekurajojnë, edhe pse ne nuk do të lëshohemi në raste konkrete, ne vlerësojmë dhe e respektojmë çdo vendim të gjykatës, mirë po vlerësojmë si prokuroria e shtetit që dënimet janë shumë të ulta. Ish-kryetari Supremës thotë se dënimet me gjobë të shqiptuara nga gjykatat lidhur me shitjen e narkotikëve, që si vepër penale ka qëllim përfitimin pasuror, janë qesharake. Kjo është shqetësim jo vetëm për mua, për neve si edhe teoricient edhe praktikcient, por edhe për gjithë do duhet për gjithë qytetarët e Kosovës për shkak të pranisë masive të dilerizmit me mjete narkotike ose shitjes mjete narkotike. Ju sot i gjeni në për shkolla, para shkollave të ofru drogë për shitje për nxënës, i gjeni në për parqe, i gjeni në për sheshe. Pse? Pikrisht për faktin se dënimet janë tilla, janë dënime shoqërake mund të them. Unë kam bërë një ulimtim edhe ju mund të gjeni një botim cilin e kam botu në Zëri, gazetën Zëri, ku vetëm 2 rubrika i kom hullumtu që të aktgjykimit që kanë bëjnë me narkotikat të shpallura në webfaqen e Gjykatës Supreme. Domthonjë nga ato 2 rubrika të cilat i kanë secila rubrikë i kanë nga 20 çështje, 20 aktgjykime. Domthonjë rubrikën e parë dikon prej 20 landëve 16 janë parashkruar, vetëm 4 janë ekzekutuar. Edhe ato me dënime formale, me gjobë edhe me burgim 1 muaj, 2, 3. Nësa në rubrikën e dytë, domethënë në rubrikën e dytë kanë qenë dikun 70% të parashkruar.